Irani sulmoi të hënën në mbrëmje bazat amerikane në lindjen e mesme, duke përshkallëzuar konfliktin në lindjen e mesme. Regjimi i Iranit lëshoi raketa balistike drejt bazave amerikane në Katar dhe disa dron drejt bazave në Irak. Televizioni shtetëror iranian njoftoi zyrtarisht se Irani ka nisur një operacion ndaj bazës amerikane në Katar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmuan sulmet iraniane ndaj bazave ushtarake në Katar dhe Irak, duke thënë se ato janë kryer me raketa balistike me rrezet të shkurtër dhe të mesme e veprimi. Për momentin s'ka raportime për viktima amerikane. Ne po monitorojmë situatën nga afër dhe do të ofrojmë më tepër informacione sapo të jetë e qasshme, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Ndërsa një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se presidenti Donald Trump e pati parashikuar akmarrjen e Iranit pasi SBA-ja i goditi 3 baza bërtamore në Iran. Trump i ka ndjekur zhvillimet në dhomën e situatave me bashkëpunëtorët e tij. Shteti Katari dënoi sulmin iranian ndaj bazës amerikane që ndodhej në territorin e saj, duke bërë me dije se nuk pati viktima apo të plagosur, por thekson se rezervon të drejtën për të kundërpërgjigjur në formë proporcionale. Arabia Saudite dënoi të hënën ashpër sulmin e Iranit kundër bazës amerikane në Katar. Ajo përshkroi këtë veprim si shkelje të drejtës ndërkombëtare dhe pohoi mbështetje të plotë për Katarin. Ndërkohë disa kompani ajrore si ajo e Egjiptit dhe Kuvajtit i kanë ndaluar fluturimet. Sekretariati i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit bëri me dije se numri i raketave që Irani përdori për të sulmuar bazën ajrore në Katar ishte i njëjtë me numrin e bombave që Shtetet e Bashkuara hodhën gjatë sulmeve ndaj objektive bërthamore iraniane.